Unë u jap disa këshilla. Këshilla ime e parë ka të bëjë me familjet. Këto motra të dashura, të cilat janë gratë dhe vajzat tuaja, janë shoqëruese me ju në shpërblimin shpirtëror, sepse ato durojnë dhimbjen e largësisë, shitësimin për ju dhe vuajtjen e ndarjes. Të gjitha këto dhimbje kanë shpërblim të Zotit. Nuk ka diçka më të lartë se kjo. Kur ju largoheni nga shtëpia, kjo zonjë është shqetësuar për ju. Ky shqetësim dhe trazim është vuajtje e madhe. Nëse vini këtu nga provincat e tjera, vuajtja dhe mjedisi i panjohur e arrit këtë shqetësim dhe trazim. Kjo vuajtje ka shpërblim të Zotit gjithashtu. Tani, nëse këto mundime që vuajnë gratë, vajzat dhe nënat, nëse janë me ju, kanë shpërblim, a nuk është e detyrueshme që të keni një detyrë përballë këtyre mundimeve? A mbaron çështja vetëm duke thënë shpërblimi është e Zotit? Jo, ka një ngarkesë të rëndë që ju takon. Duhet t'ju rekomandoj secilit për jush, veçanërisht ata që punojnë në fushën e luftës. Nëse të tjerët komunikojnë me familjet e tyre që kanë një sjellje të mirë, ju duhet të jeni ata që të ndjeni të lidhur me këto detyra në mënyrë të dyfishuar.